përshëndetje dhe mirë se vini të Kandi Antonellës, pak me vonesë, po ja ku jemi. Kam pranë me Franceskën, që i bure zjarrin skenës, i çmande gjithë. Unë kam pak emocione tani nga pyetjet e tua. Jo, i kam pyetje tjetër. Se ti ishe butë me mua. Jo, absolutisht, po, i meriton të jemi butë. Atëherë, kalojmë te pyetja e parë. Pse vendoset të hapi Europianin, pikërisht shkoj edhe në Rom? Shne kjo dëshirë e madhe? Sigurisht ishin dy alternativa. O do shifja hapjen, o do shifja mbylljen, sepse mendoj se këto ishin dy spektaklet, le të themi, më të rëndësishëm të këtij kampionati, hapja ose mbyllja. Te mbyllja nuk shkoja dot se ishte në Angli dhe ne shqiptarët e kishim me karantinë. Kështu që vendosa të shkoja në Itali, duke qenë se dhe Italia është qyteti im vendi im i preferuar dhe Roma është qyteti i preferuar, kështu që shkova aty. Po kaloj direkt e pyetja ne shqiptarëve, sa lek bani bileta? Tani unë duke qenë se jam pak ti parash, harrova biletën e parë në avion dhe detyrova të merrja bilet tjetër, çmimi zyrtar. E sa ishte? Diku te 280 euro më duket diçka. Shumë mirë. Flasim pak për këto udhëtime tuaja, përveç se ke një agjenci udhëtimesh, ti shkon sa në Dubai, sa në Miami, kush i sponsorizon këto? Sigurisht agjencia e udhëtimeve, puna që unë bëj. Patjetër që po, plus ti e di, ne personat që jemi influencer në Instagram, mjafton që të dërgojmë një email, disa bonuse mund t'i kemi të paktën në discount ose hotelin gratis. Kështu që, pastaj çik familja, çik udhëtimi, çik do dalin të nga vetja, do harxojmë pak më shumë nga çka kishim planifikuar për të mirën e punës sigurisht. Sigurisht. Kush është udhëtimi më i shtrenjtë që ke bërë? Më i shtrenjti ishte ky fundi, se këto të fundet mbajnë më. Udhëtimi në Miami sigurisht është vend shumë i shtrenjtë, hoteli ishte po ashtu i shtrenjtë, por duke qenë se kisha 2 vjet pa udhëtuar, 2 vjet karantinë, 1 vit e ca karantinë. I meriton. Vendosa e meriton. Po i meriton vetja.